Ka pas disa momente që më ndjek krenare gjatë vitit 2025, por një ndër to që e kisha veçu është kur e kam fitu bursën realizojnë me ISA Consulting Group. Për mu ka qenë një vlerësim shumë i madh të mbështetesh nga një kompani si ISA Consulting Group, e cila operon në fushën e teknologjisë dhe zhvillimit digjital. Jam ndjesh shumë e lumtur edhe mirënjohëse që kam qenë njëra ndër 11 studentët përfitues të bursës, për shkak se për mua nuk ka qenë vetëm mbështetje financiare, por edhe vlerësimi i punës dhe përkushtimit tim. Të mbështetem nga ISA Consulting Group më jep më shumë motiv që të vazhdoj rrugtimin tim akademik dhe profesional me më shumë besim. Mendoj që është vlerësu suksesi im akademik, puna e madhe që e kom bërë, gjithashtu edhe dëshira e madhe që e kom pas për këtë bursë. Unë me punë vullnetare kom fillu shumë herët, prej moshës 12-13 vjeçare. Për mu, te unë ka pas një ndikim shumë të madh, një bu person ma empatik, ma e ndjeshme, e kom pa që sa do e vogël të është puna jeme në komunitet ka qenë e mjaftueshme dhe ka qenë diçka e mirë. Mendoj se ndikon shumë mirë ty si individ, pastaj ka me ndikuar edhe në shoqëni edhe në komunitetin që ti jeton. Inkurajoj krejt që mi eksploru krejt mundësit që i kemi, mos me lënë asnjë që më na ik, edhe nëse nuk ndjehemi 100% sigurt në diçka, duhemi me bëj gati që ato dokumenta me bëj punën që na kërkohet edhe veç mjaron fatit edhe personave tjerë që kanë me vendosë.